me I pas vetullat të vizatuara tatu, a pranohet gusli dhe abdesi. Nuk muj me dalë të përgjigja pyetjes tane pa unal pak të kjo meselja e kësaj vetullave tatu. Si për meshkët, si për femrat, me sa unë po kuptoj, nëse nuk jam gabim, është për qëllim domethënë hiqen këto vetullat që t'i ka falë Zoti, po e quaj kështu, edhe pastaj vizatuan aty përmes tatus. Qoftë që rrin për gjithmonë, qoftë për një kohë caktuar, s'ka lidhje një javë, një muaj, 3 muaj, s'prish punë. Na themi kjo nuk lejohet, ky lloj veprimi nuk lejohet. Po tash nëse veç e ka bë dikush, tash dalim të përgjigja pyetjes tane, a pranohet abdesi dhe gusli? Po, pranohet abdesi dhe gusli. Po, inshallah taala pranohet. Njëjtë kjo ka rolin sikurse tatuazhi në pjesët e caktuara të trupit. E ka bë dikush një tatuazh që ose në fytyrë. Tash ai ka bën, ka gabu. Nëse mundet me hek normal, duhet me hek. Po deri ta hekën, merr abdes, merr gusl pa problem.